Dhe AKP kemi thënë që do të shuhet dhe AKP do të shuhet. Kjo është deklarata e maj 2021, kur Albin Kurti tha se AKP do të shuaj. Po, ai nuk e ka ditë që pe asoj dite tek ma vonë funksionon si pas profiterizmit klasit shtetnor, si pas paras, e nuk funksionon si pas parimit. Tash, kur po një që po thoni kopje në vitet e kalume se mos pjam dze goja këtë fjallë, nëse ka pas kopje ma herët, o kona është aploqa, ju ja keni qitë kulmin, do me thonë. Ju veç që votoni njerës, se ju kanë dorë sot mesajut, me ne që kam ju dole alo ma shumë, se i një acaru edhe vetë që i në të shkun zgjedhje. Ju veç që ju votu pasivi, kjo struktur e bordit të AKP-s, ku nga 7 të propozuar, 3 janë me çështje penale në të kalumen. Pra, tjetër herë, unë edhe mos i kryesuesën e kena pej juristës, pej Ministrisë Drejtësisë, unë e propozoj që mi marë direkt pej burgut, a den edhe sakte deni, kanë me marë, edhe i merë një njerës që janë të validum si kriminel, edhe i benin borde, i votani vetë se jo dhe ashtu kështu nuk i qitë një filter heq. Ju shkat thët partia e votani. Po të nderum interesat që shkojnë AKP, ju nuk i dini edhe, po ajo është pjesë tjetër. Tash, nga protestat për qytetar në profiterat klasit shtetnor për qytetar. Kjo është dallimi ju pej 2021-ës dhe në 2026-ën. Shkoj me kryesues, se unë e di pse i keni pru dhe këta njerëz, a dim pse? Se kur i keni shti ma herët në përborde e në për funksione, i keni fliq durte, edhe ta është dëni mja pagu, shpagu, qa ka ndo, hekuran Nikqin, 2 vjet jashtë shliqëm në pozitën e krye inspektorit, është ndalë në shkurt si pas medjave të vitit kalum, për keq përdorim të detyrës zyrtare, gjithashtu përdorim i pa autorizuar i pasunis. Fehim Kelmendi, në vitin 2025 në fund vit, është thirrë nga prokuroria si i pandeon. Ju a një të ushty kush më herët për thirrë a prokuroria, jo, a nuk e di ku e problemi. Plus kësaj, kom dërgu email kërkes në prokurorin themelu, në prokurorin e shtetit, edhe në prokurorin speciale, po ende nuk është ardhur përgjigja. Tash, më herët i thirrni ju, se prokuroria që e kthen përgjigjen. Është legjitimu ngritja e njerëzve që janë ilegjitime dhe ku është esenca sot, jo m'ja vlyp njerëzve certifikatën për hetime. Shap ja vlypni. Jo ashtu kështu i të ngrit njerëz që nuk e kanë të kalu me këtë filter. Duhet opozita, në vend që mu mohune me pun tjera, edhe na të opozitës, na duhet mu mohë me prokurori. A pak po na del koha të ju që juve në prokurori speciale me akt akuza tjera, veç edhe m'ja filtru njerëzve të bordit. Është e pa arsyeshme, pavarësisht se keni shumë njerëz edhe që munden me konë, është e pa arsyeshme na të parën herë që e marim një bord, që e votoni pasivia, e votoni me dorë nga partia, mi ja filtru edhe tani ata me shku në bord të AKP-s. Përveç kësaj, bordi AKP-s është një bord që ka lëndë në gjykata, di që është arë tash puna. Tash lënda gjykata nuk e din bordi a me shku për veti, a me shku lëndën gjykatës në agjencion të privatizimit. Njëjtë kanë shku valët e privatizimit, kanë shku shitjet me negociata, se kura punat e përfitimi, e agendat partijake, e fushatat, e sponsorizimi fushatave nuk ka lidhje të bëj me drejtësi as me leq. Pa tjetër që na nuk e votojmë këtë bord, edhe urej tjetë hira fundit që e sjellim këtë bord, në momentin që vjen LDK, këtë e kemi nga diskutime me grupin parlamentar, ky bord do të shkarkohet në plotni, se kur dikush pranon me hy në bord me njerëz, me akt akuza, ose thirrun si të pandeun, atëherë lojnat janë bashk. Po edhe masi mund tjetë fjalimi jemi fundit, unë e vërtet është, se edhe nga përfaqësimi veç ta krybre, se po tutni, ju i një të na qunë zgjedhje, jo na juve. Na komunikojmë në kanalet që ju komunikani. Po Facebook, u kry kjo punë. S'kena nevoj me ndru kanalet e komunikimit. E vërtet është, kom bo opozit, atë sa kom ujtë, kom punu edhe në grupe punuse, se një fjallë juve m'jam ndryshu në leqë për mu m'jafton, se s'kena pas numra ma shumë.
Edhe kom kundërshtu edhe sot edhe ligjin për energji elektrike ku ministri mu drejtu që çfarë njerëz jeni, jo, na jena njerëz normal, jena kosovar, jena njerëz për siguritë Kosovës. Po asnjëherë, as edhe njëherë nuk ka pas asnjë shkas, asnjë indikacion që na më uqu zgjedhje, o të uqu arroganca ju edhe mos respekti për kulturë demokratike të Kosovës. Faleminderit.